Ish deputetja vetëvendosjes Adriano Matushi ka reaguar pas ish komandanti Rustem Mustafa ka thënë se si ka mundësi që ndërsa paga minimale arritet, veteranët e UÇK-s vazhdojnë të mbeten të përjashtuar nga kjo e drejtë. Në postimin e saj, Matoshi citon një koment që i kujton se përjashtimi ka ndodhur gjatë qeverisjes së PDK-s dhe LDK-s 2014-2017, ku sipas saj, në 18 i ligjit që lidhte pensionin e veteranit me pagën minimale ishte fshirë. Sipas komentuesit, ndryshimi ishte bërë pas një paralajmërimi nga FMN-ja që kishte kërcënuar me falimentim të shtetit nëse nuk korrigjohej situata. Matoshi ka theksuar se situata e tillë nuk mund të përsëritet dhe shprehet e sigurt se me kryeministrin aktual Albin Kurti, veteranët nuk do të përjashtohen nga përfitimet. Lehtësisht është me ju çmontu, por me Albinin s'ka shanse me ndodh, shkruan ndër të tjera ajo. Në vim, postimi i saj i plot e pash një status të një komandanti që ishte anku pse janë përjashtu veteranët nga paga minimale, thira vetë se tu e ditë që tash vlon propaganda. Përgjigja: e dashur Adriana, përjashtimi i veteranëve nga paga minimale ka ndodhur kur PDK-ja ka qeveris bashkë me LDK-n. Pra këta vetë e kishin fshi në 18 të ligjit që e lidh pensionin e veteranit me pagën minimale. E pse e kanë bo? I veta thanë se kur e ka pa FMN-ja që ja kanë nis me mush me mira veteran fals, i ka thirr, FMN-ja ju ka thënë fshini ose falimentoni shtetin, let o me ju çmontu, se si ta shoh që o keq, e di që s'ka shans me ndodh me Albinin. Vazhdoi me lëvizjen 116 me kryeministrin ton si numri 1 e me mund qatu me 43.